Në ndërtesën e kuvendit u futën njësitë speciale që mua Remi e lexoj deklaratën kushtetuese. Nuk kom dije me ndoj zonit, ndonjë farë frike të caktume, natyrisht ka qenë ajo, por ka qenë një unitet i kolegëve dhe kolegëve. Me 2 korrik, nora ka ora 8, në ndërtesën e kuvendit u futën njësitë speciale në atë kohë që quheshin federative, mirë po në fakt ishin njësitë speciale të Serbisë, u futën në ndërtesë të kuvendit dhe e bllokun thujase çdo kat. Dhe kryetari i kuvendit, i cili ishte në zyrë në atë kohë, urdhnoi shërbimin e kuvendit, i cili gjithashtu nuk e ndëgjonte pjesa shqiptare, po kishte edhe serb aty, dhe e mbylli derën për t'ia ndaluar delegatëve me hyrë në sallë. Delegat u mbledhen para hymjes kuvendit, ajo që është mbrapa, jo kjo hymja zyrtare, dhe aty prisin që të fillonte mbledhja. Paraprakisht deklarata kushtetuese ju i zhdon delegatëve, tekstin e deklaratës e kish shkru Gazmend Zajmi, ka qenë një ditë me diell, delegatë ishin rrethu me kordon policie, ndërka pas kordonit policisë ishin mbledh një numër jashtëzakonisht i madh i qytetarëve, të cilët dhoshin përkrahje për delegat dhe kërkonin që policia mos të intervenon, do thotë. Fiks në ora 12, bujari, pasi ishin mbledh në nënshkrimet prej krejt delegatëve, se kishim frikë që mos po ndërprehet mbledhja me dhunë, dhe ne donim me çdo kusht që ta publikonim deklaratën kushtetuese si vullnet i delegatëve të asaj të kuvendit. I kishin mbledh në nënshkrimet dhe në ora 12 bujari filloi me mbledhjen dhe siç e keni pa edhe në incizime, ajo shkoi krejt në rregull. Ai u morën vendimet që ishin para merrën ditës, ndërkaq mua Remi e lexoi deklaratën kushtetuese me atë zonin e tij kumbus. Deklarata kushtetuese e 2 korrikut është bazë mbi të cilën u nxjerrën të gjitha aktet tjera që e sendërtuan vullnetin e popullit Kosovës për liri dhe pavarësi, të cilat shpreheshin përmes tubimeve të panumërta nëpër krejt anëkan të Kosovës ato muj. E dyta ishte një element që definonte të drejtën e shqiptarëve të Kosovës për vetëvendosje, e cila ishte garantuar edhe me aktet ndërkombëtare. Kështu që deklarata e 2 korrikut shërbeu ma vonë për nxjerrjen në kushtetutë, si bazament për nxjerrjen në Kushtetutës Republikës Kosovës në Kaçanik me 7 shtator, mbajtjen e referendumit në vitin 1991 për Kosovën shtet sovran të pavarur dhe krijimin e institucioneve të pavarura shqiptare në territor të Kosovës dhe jashtë saj, pa ekzistencën dhe pa momentin e nxjerrjes deklaratës kushtetuese të 2 korrikut, unë besoj që nuk do të kishim një shpallje të pavarësisë në vitin 2008. Shiqojmë si një ngjarje që ka shpreh vullnetin e popullit të Kosovës në atë kohë, nga aspekti juridik, kushtetues, politik, që Kosova të ketë një status tjetër fare me atë që ishte atëherë. Bili atëherë ajo autonomi që ishte e vitit me Kushtetutën e Jugosllavisë vitit 74 nga regjimi serb u suprimue në mënyrë të kundërlishme. Nuk kom dije me ndoj zonit, ndonjë farë frike të caktume, natyrisht ka qenë ajo, por ka qenë një unitet i kolegëve dhe kolegëve. S'ka pas dallim aty në vestiera, të gjithë kanë marrë pjesë
në atë mbledhje me 2 korrik. Të gjithë më kanë thonë edhe mu mbështetje dhe atë akti kemi kryer. Mendoj atë çfarë ishte para parë, veshiqu nga aspekti juridik e kushtetues është akti i parë. Kushtetues e juridik, i cili me të cilën është shpall, mendoj, pavarësia e shtetit Kosovës. Ishte institucion legjitim ai që kishte shpall, nuk ishte shpall as te Ara, as te Proni, po ishte shpall te Kuvendi, edhe pse dyert shifej se ishin të mbyllura. Snajperistat shifeshin mbi ndërtesën e qeverisë, mbi ndërtesën e sigurimit social aty pari që ishin drejtuar. Bile kishin pruni karrik mu ul aty me lexu. Unë nuk e pranova atë, thash në kom do ta lexoj, se është një akt me rëndësi, nëse si thot populli u shkru, me vdekje të vdesën për këtë akt të gjithë së bashku.